Ndërsa Donald Trump përpiqet të ndërmjetësojë një marrëveshje paqeje për Ukrainën, alajmi në Evropë po rritet. Udhëheqësit dhe institucionet e sigurisë paralajmërojnë se Rusia mund të mos ndalet me kaq dhe se pas Ukrainës, objektivi i radhës mund të jetë vendet evropiane. Një mesazh që deri pak vite më parë do të dukej pa imagjinueshëm, tani përsëritet hapur. Europa duhet të përgatitet për një konflikt të mundshëm me Rusinë. Paralajmërimet të njëpasnjëshme nga krerët e shteteve, ushtrive dhe shërbimeve inteligjente flasin për një ndryshim të thellë psikologjik në kontinentin që u rindërtua mbi idenë e paqes dhe prosperitetit pas luftës së dytë botërore. Kancelari gjerman Merz e krahasoi strategjinë e Vladimir Putinit në luftën në Ukrainë me atë të Hitlerit të viteve 1938, duke theksuar se një fitore ruse do të hapte oreksin për zgjerim të mëtejshëm. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi se konflikti është pranë dhe se Rusia mund të jetë gati të sfidojë NATO-n brenda 5 viteve. Shqetësimi është shtuar nga frika se një armë pushimi imponuar Ukrainës do ta forconte Moskën dhe do t'i lironte burimet ushtarake për të përqendruar më pas në Evropë. Ndërkohë, strategjia e re e sigurisë së SBA-s shmang për herë të parë për kufizimin e Rusisë armike, duke rritur pasigurinë evropiane. Zyrtarët evropianë paralajmërojnë se Rusia ka nisur tashmë një luftë hibride me sabotime, sulme kibernetike dhe desinformimin. Përballë kësaj situate, vendet evropiane po rrisin shpenzimet ushtarake dhe po rikthejnë forma të shërbimit ushtarak dhe po përgatisin skenar lufte. Mesazhi është i qartë. Për të ruajtur paqen, Evropa duhet të përgatitet seriozisht për luftë.